Okej, si fillim të sqaroj burimin që unë nuk jam antar i Partisë Demokratike, i asnjë partie politike shqiptare dhe as nuk kam ndërmend të jam. Unë thjesht jam një simpatizant të themi i këtij projekti politik, të kësaj partie politike, domethënë simpatizant i një projekti të ri politik, të një partie me një logo tradicionale. Atëherë, për të kthyer te pyetja jote, çfarë duhet presim sot? Unë nuk kam informacione, domethënë nuk kam informacion, nuk di diçka më shumë se ç'dihet publikisht, po çfarë presun sot, është ajo që ata kanë thënë, ngritja zgjedhja e strukturave, edhe do të ketë, thimi besoj unë, dhe një operacion fshesa. Domethënë do të jetë një operacion fshesa, por fjala përjashtim nuk besoj se do të artikulohet. Atëherë këtu do të kemi të bëjmë domethënë me një qasje shumë interesante të Partisë Demokratike. Do të largohen njerëz nga Partia Demokratike, zyrtarë, deputet ndoshta, të cilët domethënë përgjatë kësaj kohe, në kostuhije tallazesh për këtë parti politike kanë pasur qëndrime të gabuara, flirt me kundërshtarin dhe kanë dëmtuar Partinë Demokratike. Po kjo nuk do të bëhet duke i përjashtuar në kuptimin klasik fjalës, domethënë nuk besoj që do ta dëgjojmë fjalën përjashtim, po thjesht do të zëvendësohen me figura të reja të kësaj partie, të cilët kanë ardhur deri këtu domethënë me një kostum qëndrestari në këto kohë të vështira të Partisë Demokratike. Domethënë mua këtu më kujton kjo thimi është shumë interesante. Librin veprën emblematike të Charles Darwin për evolucionin e specieve. Thimi Charles Darwin shkruan një vepër monumentale që i ka rezistuar kohës për evoluimin e specieve, mirë po fjala evoluim nuk ekziston në atë vepër. Okay. Domethënë, ai e ka shmangur në të gjithë librin fjalën evoluim ose evolucion, për të mos u përplasur me kishën e kohës dhe me qasjet e kishës, domethënë me gërësisht. Unë besoj do të ndodhi e njëjta gjë në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike.